Një votues, një vot. Qëndroni të sigurt. Masat e sigurisë të parapara me protokollin shëndetësor për zbatimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Përkushtimi i Komisionit Shtetëror Zgjedhor është zbatimi i zgjedhjeve të drejta dhe demokratike. Këtë herë kemi një detyrë shtesë e ajo është të luftojmë së bashku dhe të arrijmë të zhvillojmë këtë zgjedhje në një atmosferë të drejtë dhe demokratike dhe të ruajmë shëndetin e të gjithëve atyre që do të përfshihen në procesin zgjedhor, shëndetin tuaj si antar të organeve zgjedhore, të votuesve dhe të gjithë aktorëve të tjerë në procesin zgjedhor. Këtë mund ta bëjmë vetëm nëse u përmbahemi rreptësisht rregullave të parashikuara në kodin zgjedhor, protokollin shëndetësor për zbatimin e zgjedhjeve dhe aktet nënligjore të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, ku janë të theksuar në mënyrë të qartë rregullat në linjë me procedurat në procesin zgjedhor dhe masat e sigurisë për mbrojtjen nga COVID-19. Ky videomaterial është përgatitur si mjet ndihmës i dracakut për edukim, të cilin e përgatiti Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Video prezentimi do t'ju ndihmojë të zbatoni plotësisht aktivitetet tuaja që lidhen me procesin zgjedhor, por mbi të gjitha t'i respektoni siç duhet masat e planifikuara në përputhje me protokollin shëndetësor për zgjedhjet. Aktivitetet e Komisionit Zgjedhor Komunal ku parashikohet masa për mbrojtjen nga COVID-19. Komisioni Shtetëror Zgjedhor të gjithë materialin zgjedhor për votimin i dorëzon Komisionit Zgjedhor Komunal më së voni deri 96 orë para ditës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve, 19 korrik 2020. Komisioni Zgjedhor Komunal është i detyruar t'ia dorëzojë materialin zgjedhor për votim Këshillit Themelor Zgjedhor në kompetencat e tij një ditë para ditës caktuar për votim, 12 korrik 2020. Për pranim dorëzimin, përgatitet formulari numër 14. Gjatë dorëzimit të materialit zgjedhor, respektohen masat e përditshme parandaluese. Veshja e detyrueshme e maskës kirurgjikale, standarde mbi hune dhe gojë dhe e dorëzave mbrojtëseve që përdoren një herë të hedhshme. Mbajtja e detyrueshme e distancës fizike prej 1,5 metra deri 2 metra gjatë gjithë procesit. Larja e detyrueshme dhe dezinfektimi i duarve para dhe pas përfundimit të procesit. Pajisjet mbrojtëse personale të përdorura vendosen në një qese plastike të zezë që mbillet me shirit ngjitës. Mbeturinat trajtohen si mbeturina komunale. Automjetet e transportit dezinfektohen para dhe pas përfundimit të dorëzimit të materialit duke përdorur mjet që përdoret në viruse sipas udhëzimit të prodhuesit. Pranimi i njoftimit për votimin e personave që ndodhen në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv të COVID-19 dhe të personave të cilëve u është caktuar masa e vet izolimit. Me 13 korrik të vitit 2020, votojnë personat që janë në karantinë shtëpiak për shkak të testit pozitiv të COVID-19 dhe personat të cilave u është caktuar masë e vet izolimit me akt vendim të Inspektoratit Shtetëror, Sanitar dhe Shëndetësor. Në komunat ku votojnë këta persona, në varësi të numrit të tyre, Komisioni Shtetëror Zgjedhor formon një ose më shumë këshilla të posaçëm zgjedhor të përbëra nga 3 punonjës shëndetësor që e zbatojnë votimin e këtyre personave. Me çfarë rast partitë politike kanë të drejtë të emërtojnë një antar në këshillin e posaçëm zgjedhor. Këto procedura shpjegohen me një videoklip të veçantë për votimin e personave që ndodhen në karantinë shtëpiak për shkak të testit pozitiv të COVID-19 dhe të personave të cilave u është caktuar masa e vet izolimit. Në këtë video do të përqendrohemi në procedurat për mbrojtjen e vendvotimeve. Aktivitetet e Këshillit Zgjedhor ku parashikohen masa për mbrojtje nga COVID-19. Aktivitetet para ditës së zgjedhjeve. Përveç detyrimeve të përcaktuara të përshkruar në doracaktin për edukim, Këshilli Zgjedhor ka edhe detyrime të tjera në lidhje me masat mbrojtësie të parashikuara në protokollin shëndetësor për zgjedhjet. Kryetari dhe antarët e tjerë të Këshillit Zgjedhor merren vesh për ndarjen e roleve ose detyrimeve në ditën e votimit. Rolet e antarëve të Këshillit Zgjedhor janë si më poshtë. Personi që përdor llambën UV dhe kujdeset për rendin e hyrjes së votuesve, si edhe që votuesit të kenë të veshur maskë mbrojtëse dhe t'i dezinfektojnë duart kur hyjnë dhe kur dalin nga vendvotimi. Personi që i kontrollon dokumentet për identifikim personal dhe merret me ekstraktet e listës zgjedhore. Personi që jep fletvotimet dhe ve vulë.
personi që e përdor spërkatësen UV dhe personi që është përgjegjës për kutinë e votimit dhe për respektimin e rekomandimeve të detyrueshme shëndetësore brenda vendvotimit. Gjatë procesit, anëtarët e Këshillit Zgjedhor detyrimisht duhet të mbajnë maskë mbrojtëse dhe doreza të cilat i ndrojnë në çdo 4 orë. Këshilli Zgjedhor vazhdimisht bën ajrosjen e hapësirës ku votohet. Në vendvotime duhet të bëhet pastrimi i plot mekanik dhe dezinfektimi i hapësirës ose objektit të votimit, si edhe i njëjeve sanitare duke përdorur mjete që veprojnë në viruse sipas udhëzimeve të prodhuesit. Në mënyrë alternative mund të përdoret 0,05% hipoklorit, natriumi ose 70% alkool për dezinfektimin e sipërfaqeve të sipërme. Pranimi dhe sigurimi i materialit zgjedhor. Gjatë dorëzimit të materialit zgjedhor respektohen masat e përditshme parandaluese. Veshja e detyrueshme e maskës kirurgjikale standarde mbi hund dhe gojë dhe dorezave mbrojtëse që përdoren një herë, domethënë të hedhshme. Mbajtja e detyrueshme e distancës fizike prej 1,5 deri 2 metra gjatë gjithë procesit. Larja e detyrueshme dhe dezinfektimi duarve para dhe pas përfundimit të procesit. Në varësi të mundësive dhe kushteve, këshillohet që përpara dhe në vend votim, në vende me qartësi të dukshme, të vendoset materiale edukativo-informuese për respektimin e masave dhe rekomandimeve parandaluese mbrojtëse. Këshillohet që në vend votim, objekt të vendoset shenja të përshtatshme që tregojnë drejtimin e lëvizjes dhe respektimin e distancës minimale të kërkuar gjatë pritjes në radhë të votuesve përpara dhe brenda vendvotimit ose objektit të votimit. Organizimi i vendvotimit. Organizoni tavolinat ose bankat në mënyrë që do të sigurojë votimin e pandërprerë dhe distancën midis anëtarëve të Këshillit Zgjedhor, si edhe distanca midis përfaqësuesve të pranishëm dhe vëzhguesve. Vendosi paravanet për votim në atë mënyrë që të sigurohet fshehtësia dhe askush të mos mund të shohë se si votuesi e plotson flet votimin. Në çdo vendvotim është e detyrueshme të vendoset mjete për dezinfektim dhe shport për mbeturinat me qese të zezë. Votimi i personave të pafuqishëm ose të sëmurë dhe i personave në burg shtëpiak. Personat e pafuqishëm ose të sëmurë dhe personat në burg shtëpiak do të votojnë me 14 korrik 2020. Këshilli Zgjedhor që zbaton votimin detyrimisht duhet t'i respektojë masat e përditshme parandaluese. Detyrimisht të vishet maskë mbrojtëse mbi hund dhe gojë që ndrohet në 4 orë dhe doreza që përdoren një herë, të hedhshme. Mbajtja e detyrueshme e distancës fizike prej 1 deri 1 metër e gjysmë gjatë gjithë procesit. Personi që voton detyrimisht vesh maskë mbrojtëse mbi hund dhe gojë. Së pari i dezinfekton duart sapo Këshilli Zgjedhor të hyjë në shtëpi. Kur e jep letër njoftimin, shkurtimisht e heq maskën mbrojtëse me qëllim të identifikimit dhe mban distancën e rekomanduar nga 1 deri 1 metër e gjysmë nga anëtarët e Këshillit Zgjedhor. Pasi e mbaron votimin, i dezinfekton përsëri duart. Pajisjet mbrojtëse personale hiqen pasi të përfundojë procesi. Dita e zgjedhjeve. Anëtarët e Këshillit Zgjedhor dhe të gjithë personat që lejohen të jenë të pranishëm në vendvotim detyrimisht, që nga momenti i hyrjes në vendvotim, gjatë votimit dhe pas përfundimit të tij, duhen të veshin maska mbrojtëse dhe doreza pavarësisht nga distanca fizike. E ndrojnë maskën mbrojtëse çdo 4 orë, ndërsa dorezat mbrojtëse kur shkojnë në tualet dhe gjatë pushimit për ushqim. Mbajnë distancë fizike prej 1 deri 1 metër e gjysmë gjatë gjithë procesit. Shpesh i lajnë ose i dezinfektojnë duart. Procedurat e votimit. Votimi fillon në ora 7 dhe zgjat pa ndërprerje deri në ora 21. Të drejtë vote ka çdo person që është i regjistruar në ekstraktin e listës zgjedhore dhe e posedon dokument të vlefshëm për identifikim personal, letër njoftim ose pasaport. Votuesi detyrimisht duhet të vesh maskë mbrojtëse ose shall, shami, mbulesë mbi hund dhe gojë. Votuesi pret në rresht në një distancë prej 1 metër e gjysmë deri 2 metra para se të hyjë brenda dhe gjatë largimin nga vendvotimi. Pas hyrjes në hapësirën e brendshme, votuesi së pari i dezinfekton duart. Vërejtje. Votuesi që nuk do t'i dezinfektojë duart dhe nuk mban maskë nuk duhet të hyjë në vendvotim.
Pasi ta paraqes dokumentin e identifikimit personal, votuesi e heq shkurtimisht mbrojtjen personale nga fytyra me qëllim të identifikimit të tij. Vërejtje. Votuesi që refuzon ta heq maskën e tij me qëllim të identifikimit personal nuk mund të vazhdojë me procedurën e votimit. Votuesi duhet të mbajë distancën e kërkuar nga anëtarët e Këshillit Zgjedhor, e cila më së miri mund të respektohet me shenja që tregon drejtimin e lëvizjes dhe respektimin e distancës minimale të kërkuar gjatë pritjes ose duke vendosur tavolinë, pult, ndarje kufizuese ose ndonjë mënyrë tjetër që është e pranueshme për Këshillin Zgjedhor. Votuesi futet pas paravajnit për votim, të cilat vendosen në një distancë të sigurt nga njëri tjetri për hir të fshehtësisë së votimit, por edhe për arsye sigurie. Pas përfundimit të votimit, votuesi i dezinfekton duart përsëri. Në vend votim nuk duhet të lejohet prania e njëkohshme e më shumë votuesve sesa që është numri i paravaneve. Rekomandohet që në hapësirat e vendvotimeve dritare të jenë të hapura gjatë periudhës së votimit ose që hapësirat e votimit të ajrosen çdo orë. Gjatë gjithë kohës gjatë votimit, antari i Këshillit Zgjedhor që e përdor llambën UV rri ulur dhe sipas nevojës qëndron më afër hyrjes së vendvotimit, e organizon dhe kontrollon hyrjen dhe lëvizjen e votuesve në vendvotim. Kujdeset që të mos krijohet rrëmuj në vendvotim, gjithsesi i kushton vëmendje rendit dhe distancës midis votuesve që janë duke pritur në radhë për të hyrë në vendvotim. Kujdeset që çdo votues që hyn në vendvotim të ketë të veshur maskë mbrojtëse në mënyrë të përshtatshme. Votuesit që kanë votuar i udhëzon të dezinfektojnë duart dhe të shkojnë drejt daljes nga vetvotimi. Rekomandohet që personat me aftësi të kufizuara të sjellin me vete një person i cili do t'ju ndihmojë gjatë votimit. Nëse me ta nuk vjen ndonjë person që do t'ju ndihmojë, do të kërkohet që ndonjëri prej votuesve të pranishëm t'ju ndihmojë. Vërejtje, kjo është rasti i vetëm ku nuk do të vlejë rregulli për mbajtjen e distancës fizike. Maska mbrojtëse dhe dezinfektimi i duarve janë të detyrueshëm si për personin që ndihmon, ashtu edhe për votuesin. Mbyllja e vendvotimit. Vendvotimi mbyllet në orën 21. Votuesve të cilët në orën 21 janë gjetur në objektin ku votohet, Këshilli Zgjedhor do të mundsojë të votojë. Personat e autorizuar që mund të jenë të pranishëm në vendvotim pas mbylljes së tij janë: antarët e Këshillit Zgjedhor, përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të listave, vëzhguesit e akredituar, kryetari, antarët dhe zëvendësët e tyre të Komisionit Zgjedhor Komunal dhe kryetari, nënkryetari dhe antarët e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Antarët e Këshillit Zgjedhor dhe të gjithë personat që lejon të jenë të pranishëm në vendvotim pas mbylljes së tij detyrimisht duhet të veshin maska mbrojtëse dhe doreza pavarësisht nga distanca fizike, mbajnë distancë fizike prej 1 deri 1,5 metër gjatë gjithë procesit, shpesh i lajnë ose i dezinfektojnë duart. Pas përfundimit të aktiviteteve zgjedhore në ditën e votimit, vendvotimet duhet të pastrohen plotësisht në mënyrë mekanike dhe duhet të bëhen dezinfektimi i hapësirës për votim dhe i nijeve sanitare me mjete që veprojnë kundër viruseve. Në automjetin me të cilën do të transportohet materiali zgjedhor nga Këshilla Zgjedhor deri te Komisioni Zgjedhor Komunal, numri i personave duhet të jetë së shumti 3, duke përfshirë edhe shoferin. Personat që udhtojnë me automjetin detyrimisht duhet të veshin maskë mbrojtëse që e mbulon hunën dhe gojën. Automjeti për transport dezinfektohet para dhe pas përfundimit të dorëzimit të materialit duke përdorur mjete që vepron në viruse. Në Komisionin Zgjedhor Komunal duhet të caktohet një person i cili do të jetë përgjegjës për mbajtjen e rendit dhe distancës fizike prej 1,5 metër deri 2 metra midis antarëve. Me punën tuaj profesionale, me respektimin e të gjitha akteve ligjore dhe nënligjore, si edhe me respektimin e masave të sigurisë, të gjithë së bashku do të kontribuojmë për një proces zgjedhor të drejtë, demokratik dhe të sigurt. Respektoni masat e sigurisë, sepse shëndeti është mbi të gjitha.